Atëherë edhe një herë mirëdita, nderuar kolegë. Po fillojmë mbledhjen e planifikuar për nën komisionin për auditimin e sektorit publik. Rendin e ditës që ju tani më e keni është pika parë është përzgjedhja për shqyrtim të disa prej auditimeve të kryer gjatë vitit 2023, 2024, 2025 nga KLSH-ja. Pika dytë është vijimi i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga nën komisioni për auditimin e sektorit publik gjatë legjislaturës kaluar. Dhe pika tretë, prezantimi i planit punës të nën komisionit në kuadër të kërkesës së një grupi auditues të KLSH-s. Tani tek pika parë, pas disa bisedave që bëm me përfaqësues të KLSH-s dhe duhet i falenderoj sot që janë këtu, zonin Ermira Hoxha dhe zotin Ardian Myslymaj, konstatuam që lista e vitit 2025 institucionet audituara mund të ketë një problem për afatin e zbatueshmërisë, i cili është deri në 6 muaj. Kështu që kërkuam dhe ndihmën për të parë se cila nga institucionet e ka kaluar këtë afat. Po gjithsesi, besoj që me që komisioni tani më ka hyrë në muajin e tretë të punës dhe për efekt të vazhdimit që jemi në kohë pak mbrapa, mendojmë që të paktën të kemi 2 institucione, 2 kontrolle, 2 raporte, një të propozuar nga opozita dhe një nga majoranca për fillimin e kësaj pune. Kuptohet që gjatë vitit do jenë 6 raporte të audituara, por fillimisht fillojmë me 2. Dhe mund të na thoni nga cil keni ju, cili raport keni për të propozuar? Po. Raporti është për 2025, në fakt është për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Agjencinë? Okej. Atëherë, kjo është njëri nga raportet. Raporti i dytë mendojmë që tjetë është i vitit 2024 dhe mendojmë që tjetë efektiviteti dhe siguria e barnave që qarkullojnë në Shqipëri. Kjo është një auditim performance. Dhe besoj që me këto të dyja bijem dakord që këto janë 2 raporte që do na përgatisi KLSH-ja. Do të na bie dhe rekomandimet për secilin dhe pastaj do të fillojmë të bëjmë plan pune pastaj edhe për takimet me institucionet përkatëse për zbatimin e rekomandimeve. Jemi dakord? Dakord, atëherë. Po? Po, dakord ju. Okej, faleminderit. Do të kërkosh fjalën për ato të tjera për kohën apo ke nevojë për informacion për gjithë 2025-ën për pjesën tjetër? Po. Jemi në këtë pikën e parë, ka dhe një propozim nga zonja Dhima. Me qenë se jemi duke diskutuar institucionet të cilët ne do të kërkojmë një informacion, në fakt pranën komisionit ka mbërritur një listë me gjithë subjektet e audituara në vitin 2025, por disa prej këtyre institucioneve nuk kanë përfunduar afatin e për hartimit të rekomandimeve. Do donim nga kontrolli i lartë i shtetit një informacion më të qartë për institucionet të cilat kanë përfunduar dhe mund të përzgjidhen nga ana e nën komisionit në vazhdimsi. Tjetër, për listën e 25-ës që jo kemi vënë dispozicion, të përgatisim edhe një listë tjetër në lidhje me ato subjekte në të cilat është kryer zbatimi i rekomandimeve dhe do t'ju avëm dispozicion që ju të keni mundësi ta përzgjidhni. Okej, faleminderit. Besoj mbarova me pikën e parë të rendit ditës. Tani do të kalojmë te pika e dytë, siç thash është vijimi i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga nën Komisioni për auditimin e sektorit publik gjatë legjislaturës së kaluar. Me sa jeni në ndjeni, bëhet fjalë që bëhet për institucionet për kujdeses ndaj të moshuara,
që është e Ministrisë së Shëndetësisë, dhe e dyta është Agjencia Shtetërore e Kadastrave, kuptohet disa dek të kësaj agjencie. Për më tepër, zonja Dhima do të bëjë një raportim të shkurtër, me që ka qenë dhe më parë në këtë komision. Po, ja një sekond për procedurë. Faleminderit kryetar. Unë nga informacionet që kam, Drejtoria e Kadastrës Urbane ka më shumë se sa një vit, me sa di unë, që nuk ushtrohet asnjë lloj kontrolli, dhe do të donim që KLSH-i të sjellë një informacion nëse ka patur në program, nëse është lejuar për të vazhduar, sepse shqetësimet e qytetarëve janë të pafundme për shkak të mosmarrjes së dokumentacionit, kështu që të pakën të morëm një informacion. Ka qenë planifikuar, është bërë, kur do bëhet dhe kush janë problematikat nëse nuk është realizuar. Okej, kjo në fakt ndoshta do ishte në fund, megjithëse me që zoti Mziu e preku. Pra duam një raport, nëse mundeni, çfarë keni audituar në këtë periudhë, çfarë programi keni për këtë institucion. Mund ta sjellni me shkrim edhe me email, zoti Mziu. Po, zonja Dhima. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt, nën Komisioni i Auditimit në sektorin publik në legislaturën e 10 ka vijuar auditimin e performancës të kujdesit ndaj të moshuarve dhe njëkohësisht auditimi i përputhshmërisë në disa drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në kuadër të ushtrimit të funksionit të mbikëqyrjes parlamentare mbi administrimin e fondeve publike dhe zbatimin e rekomandimeve të auditimeve të kontrollit të lartë të shtetit, nën Komisioni për Auditimin e Sektorit Publik shqyrtoi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna në raportin e auditimit të performancës kujdesit ndaj të moshuarve i publikuar nga kontrolli i lartë shtetit në vitin 2023. Ky proces u zhvillua në mbështetje të nenit 36 të rregullores kuvendit, vendimit numër 70/2024 për ngritjen e nënkomisionit për auditimin e sektorit publik, si dhe në rregulloren e brendshme të këtij nënkomisioni. Në fazën përgatitore, nënkomisioni informua nga kontrolli i lartë i shtetit mbi gjetjet kryesore të auditimit, rekomandimet e lëna ndaj institucioneve përgjegjëse dhe statusin e zbatimit të tyre pas afatit 6 mëjor të raportimit nga institucionet audituara. Nga informacioni përcjell rezulton se rekomandimet i drejtoheshin një sër institucionesh përgjegjëse për politika dhe shërbime të kujdesit social për të moshuarit, përfshi Ministrinë e Linjës, institucione qendrore të shërbimeve sociale dhe njëkohësisht institucionet rezidenciale. Në vijim të këtij procesi, në datën 2 dhjetor 2024, në komisioni zhvilloi një seancë dëgjimore me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shërbimi Social Shtetëror, Kontrolli i Lartë Shtetit dhe institucionet rezidenciale publike për të moshuarit. Qëllimi i seancës ishte prezantimi i planit të masave për zbatimin e rekomandimeve, raportimi mbi ecurinë e zbatimit të tyre dhe evidentimi i pengesave institucionale apo administrative që ndikojnë në realizimin e tyre. Gjatë diskutimeve, në komision u evidentuan një sër problematika strukturore që ndikojnë në funksionimin e sistemit të kujdesit rezidencial për të moshuarit, ndër të cilat mungesa e burimeve njerëzore, kushtet e infrastrukturës të pamjaftueshme në disa institucione, mungesa e një metodologjie të qartë për llogaritjen e kostos së shërbimeve dhe nevoja për koordinim më të mirë ndërinstitucional, veçanërisht në administrimin e pensioneve dhe financimin e shërbimeve. Gjithashtu evidentua vonesa në procesin e transferimit të institucioneve rezidenciale tek njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe mungesë e një procedure të unifikuar për administrimin e pensioneve të përfituesve. Bazuar në informacionin që përcjell kontrolli i lartë të shtetit, në sqarimet e institucioneve gjatë seancave dëgjimore dhe në analizën e kryer nga nënkomisioni, u hartua raporti parlamentar mbi zbatimin e rekomandimeve, i cili përmbledh gjetjet kryesore të auditimit, vlerësimin e ecurisë zbatimit të rekomandimeve dhe rekomandimet për institucionet përgjegjëse. Ndjeka e rekomandimeve sipas institucioneve përgjegjëse, rekomandimet e auditimit adresohen kryesisht ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shërbimit Social Shtetëror, Ministrisë së Financave dhe institucioneve të lidha me sistemin e pensioneve, si dhe ndaj njësive të vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve rezidenciale publike. Për Ministrinë e Shëndetësisë dhe
mbrojtje sociale, rekomandimet lidhen kryesisht me përmirësimin e politikave dhe financimin e shërbimit rezidencial për të moshuarit, përfshirë rishikimin e buxhetit të institucioneve rezidenciale, përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe standardeve të akomodimit, rishikimin e kritereve dhe procedurave të pranimit, si dhe për llogaritjen e kostos ditore të shërbimit për përfituesit. Gjithashtu rekomandohet hartimi një udhëzimi të përbashkët për përcaktimin e kontributeve financiare të pensioneve që përfitojnë shërbimi rezidencial. Rekomandimet për shërbimin social shtetëror lidhen kryesisht me përmirësimin e standardeve të shërbimeve sociale dhe në zhvillimin e analizave dhe metodologjive për përmirësimin e shërbimeve rezidenciale, si dhe në bashkëpunimin me pushtetin vendor për rritjen e kapaciteteve lokale për ofrimin e këtyre shërbimeve. Ndërkohë, nga Ministria e Financave dhe Ministritë në varësi e të cilës gjendet ISSH-ja, kërkohet hartimi një udhëzimi të përbashkët për përcaktimin e kontributeve financiare të përfituesve dhe për procedurat e transferimit të pensioneve në buxhetin e shtetit dhe përfituesit. Njësitë e vetëqeverisë vendore kanë rol të rëndësishëm në procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale përmes zhvillimit të kapaciteteve lokale dhe investimeve në infrastrukturë dhe shërbime rezidenciale. Në këtë kuadër, procesi i transferimit të institucioneve rezidenciale në nivel vendor mbetet ende në proces. Nga ana tjetër, institucionet rezidenciale publike për të moshuarit duhet të vijojnë përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe të shërbimeve, sigurimin e stafit mjekësor dhe infermeror sipas nevojave, si dhe raportimin periodik mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve. Në këtë kontekst, në komisioni ka dërguar në këto institucione shkresa me rekomandime dhe afatet përkatëse për zbatimin e tyre, fillimisht në muajin dhjetor 2024, në vijim gjatë vitit 2025 në qershor. Në përgjigje të saj, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën me dije se ka ndërmarrë një sër veprimesh për adresimin e rekomandimeve, duke përfshirë ngritjen e grupeve të punës për rishikimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ të shërbimeve sociale, analizimin e kritereve të pranimit në institucionet rezidenciale për të moshuarit dhe për llogaritjen e kostos shërbimit, si dhe ka dhënë sqarim lidhur me çështjen e financimit, planifikimit buxhetor dhe përgjegjësive të njësive të vetëqeverisë vendore në kuadër të procesit të decentralizimit. Në mënyrë të detajuar, informacioni mbi trajtimin dhe statusin e zbatimit të secilit rekomandim e keni bashkalidhur materialeve që janë dërguar. Në përfundim, nga shqyrtimi i kryer rezulton se është shënuar një progres në zbatimin e rekomandimeve të auditimit, megjithse disa çështje strukturore mbeten ende për t'u adresuar. Në veçanti kërkohet forcimi i koordinimit ndërinstitucional, përmirësimi i kuadrit rregullator dhe financiar të shërbimeve rezidenciale, përmirësimi i kushteve infrastrukturore dhe rritja e kapaciteteve të pushtetit vendor për ofrimin e shërbimeve sociale. Në këtë kuadër vlerësohet se nën komisioni duhet të kërkojë një informacion me shkrim nga institucionet respektive për statusin e përditësuar të rekomandimeve të lëna nga nën komisioni në legjislaturën e kaluar. Për sa i përket auditimit të përputhshmërisë në disa drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, po kështu në kuadër të ushtrimit të funksionit të mbikëqyrjes parlamentare mbi administrimin e fondeve publike dhe zbatimin e rekomandimeve të lëna nga kontrolli i lartë i shtetit, në Komisioni për Auditim në sektorin publik, në legjislaturën e kaluar, ndërmori shqyrtimin dhe ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë realizuar në disa drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për periudhën 2022-2023. Ky proces u zhvillua në mbështetje të nenit 36 rregullore së Kuvendit, vendimit numër 70/2024 për ngritjen e nënkomisionit për auditimin e sektorit publik, si dhe në rregulloren e brendshme të nënkomisionit. Në mbledhjen e datës 11 shkurt 2025, nënkomisioni mori në shqyrtim raportin mbi zbatimin e rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit në 5 drejtori vendore, në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të Tiranës Rurale, Tirana Rurale, domethënë Njishi, Dyshi, Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës, në Fier dhe në Pogradec. Në këtë mbledhje morën pjesë përfaqësues të kontrollit të lartë të shtetit, të cilët prezantuan gjetjet kryesore të auditimeve, problematikat e konstatuara dhe rekomandimet e adresuara për institucionet përkatëse. Në vijim të këtij procesi, në datën 12 mars 2025, në komision zhvilloi një seancë dëgjimore me përfaqësuesit e kontrollit të lartë të shtetit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
kadastrit për të diskutuar mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve. Në këtë seancë morën pjesë përfaqësues të strukturave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrit, të cilët paraqitën një informacion mbi masat e ndërmarra dhe vështirësitë e hasura në zbatimin e rekomandimeve. Megjithse nën komisioni kishte kërkuar pjesëmarrjen e drejtuesit të lartë të institucionit përfshirë drejtorinë e përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrit, këta të fundit nuk morën pjesë në seancë dëgjimore. Diskutimin e zhvilluan në një mbledhje dhe ky diskutim u përqendrua kryesisht në nivelin e zbatimeve të rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit, problematikat në adresimin e të drejtave të pronësisë, funksionimin e mekanizmit të brendshëm të kontrollit dhe monitorimit, bashkëpunimin ndërinstitucional në trajtimin e çështjeve të pronësisë. Nga informacioni i paraqitur rezultoi se nga 263 rekomandime të adresuara në total, vetëm 36 rekomandime, që do të thotë 13.7%, rezultonin të zbatuara plotësisht, ndërsa pjesa më e madhe e tyre vijonin të mbështesin të mbeten të pazbatuara ose janë në proces zbatimi. Analiza e bërë nga në komisionin mbi raportimet e kontrollit të lartë të shtetit dhe informacionin e paraqitur nga Agjencia Shtetërore e Kadastrit evidenton një nivel të ndryshëm të zbatimit të rekomandimit në drejtoritë vendore të auditimit. Nuk po ndalem veç e veç për secilën drejtori, pak a shumë informacionin të gjithë antarët e këtij në komisioni e kanë, por në përfundim, analiza e kryer nga nën komisioni evidenton se niveli aktual i zbatimit të rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrit mbetet nën pritshmërinë e një administrate efikase dhe llogaridhënëse. Problematika kryesore që ndikojnë në këtë situatë lidhen me mos respektimin e afateve ligjore për raportimin dhe zbatimin e rekomandimeve, mangësinë në administrimin e dokumentacionit dhe arkivës kadastrale, mos zbatimin e masave disiplinore ndaj përgjegjësve, mungesë bashkëpunimi institucional dhe mekanizmat efektiv të ndjekjes së rekomandimeve. Në këtë kontekst, nën komisioni vlerësoi të domosdoshme forcimin e mekanizmit të kontrollit dhe monitorimit institucional, si dhe ndjekjen sistematike të zbatimit të rekomandimeve nga institucionet përgjegjëse në funksion të garantimit të transparencës, integritetit administrativ dhe mbrojtjes së të drejtave pronësore të qytetarëve. Lidhur me rekomandimet e përgjithshme të adresuara ndaj Agjencisë Shtetërore të Kadastrit me afat zbatimi shtator 2025, komisioni i ka përcjell ato me shkresë në qershor të vitit 2025 në përfundim të raportit përkatës, ndërsa është vlerësuar se ndjekja e zbatimit të tyre duhet të kryet nga nën komisioni që do të ngrihet në ligjaturën e ardhshme, që faktikisht është ngritur dhe ka filluar funksionimi. Në këtë kuadër vlerësohet e nevojshme që ne të kërkojmë një informacion me shkresë nga Agjencia Shtetërore e Kadastrit mbi statusin e zbatimit të këtyre rekomandimeve. Pra, për të dyja, si për auditimin e performancës së kujdesit ndaj të moshuarve, ashtu edhe për auditimin e përputhshmërisë në disa drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrit, për të vazhduar punën, duhet që ky nën komision të drejtohet me një shkresë në lidhje me punën që është bërë nga këto institucione për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga kontrolli i lartë shtetit. Faleminderit. Faleminderit zonja Dhima. Atëherë mendoj që edhe për këto dy raporte, mendoj që përveç zonjës Dhima kam një propozim të jetë dhe zonja Ledina Aliollit, për atë janë dy, me që janë dy institucione që të janë relatore për të dyja çështjet. Jemi okay? Duke vazhduar në këtë linjë dhe për pikën e parë që kaluam, në fakt mendoj që edhe për ato duhet të përcaktojmë relatorë dhe për efektivitetin dhe sigurinë e banëve që çarkullojnë në Shqipëri. Për këtë pikë propozoj zotin Besar Xhaferi që të jetë relator, nuk e di nga më thoni pastaj për sa i përket pikës tjetër, mendoni një relator? Merë fjalën. Për pjesën e Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara propozoj Adi Qosen, ndërsa për pjesën e medikamenteve propozojmë do të kemi dy relator për secilën. Mendoj që të kemi dy relator për secilën nga
për secilin nga problematikat e zgjedhura ose nga auditimet e përzgjedhura, mendoj që të kemi 2 relator, nga pjesa e mazhorancës do të jetë Ermal Elezi për pjesën e medikamenteve, ndërsa për pjesën e agjencisë do të jetë zoti Adi Qose. Se zakonisht është vetëm një relator, megjithatë okay. Mirë, zakonisht është një relator gjithmonë. Megjithatë okay, qofse 2, se nuk është se kemi komisionet timore që na duan 2 mendime, se po të ishte komisionet timore të dëgjoj, po kjo është thjesht për diskutojmë vazhdimsi, ne po lejmë kështu për momentin. Atëherë për të kaluar tani më besoj 2 pikët e para janë të zëvëruar, sepse zonja Dhima i shërtoi të 2 çështjet në fjalën e saj. Talem tek pika e 3 e rendit ditës, prezantimi i planit të punës në komisionin në kuadër të kërkesës një grupi auditues. Tani jo tham dhe rast tjetër që këtij komisioni është përcjell një shkresë për shqyrtim materiali mbështetës në vijim të kërkesës së depozituar. Kuptohet që vjen nga një komision nga Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunim dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Në ka ardhur datën 16/2 në numër. Mirë, nuk ka problem, ja, le të jenë. Okej, le të jenë. Dhe në këtë rast në mbledhjen e kaluar ne përcaktuam se relator zotin Ermal Elezi duhet të bëj fjalën dhe pastaj të një propozim si e keni menduar këtë çështje. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Atëherë, në radhë parë duke u nisur nga fakti e kërkesës së audituesve në lidhje me problematikat e kontrollit lartë të shtetit, pavarësisht draftit të planit punës, të cilën unë kam darë dhe me ju si një kornizë, sugjerimin për të pasur një plan sa më detajuar dhe sa më të saktë, do sugjeroja që të përcillet një informacion, kërkesë për informacion nga juve si kryetar drejtuar KLSH-s mbi përmbajtjen dhe mbi çështjet që shtrohen në këtë kërkesë ankesë. Besoj na lejon mbase koha dhe afati që të përcaktojmë një afat 2 javor nëse është arsyeshme. Dhe pasi të kemi të ezauruar edhe këtë pjesë, mendoj që mund të kalojmë në një plan të përgatitur edhe më mirë në bazë të informacionit që duhet marrim, pasi mund të ketë çështje që ezaurohen me shtrimin e kërkesës, po dhe mund të na ndihmojë gjatë seancave dëgjimore që të jemi më të balancuar. Faleminderit. Pra, më sa kuptova, propozimi është i qartë i zotit Lezi që këtë material që na ka ardhur nga grupi audituese, ne nuk do e marrim në shqyrtim pa e përcjellur në fillimisht në institucionin tuaj, në kontrollin e lartë të shtetit dhe pasi të marrim feedback, pasi të marrim mendimin tuaj dhe pastaj do të marrim vendim se çfarë do të bëjmë. Pra, këtë shkresë që na ka ardhur do t'ju përcjellim juve si institucion. Jemi dakord? Okej. Atëherë, nëse nuk ka gjë tjetër, mos ju lutem edhe për kërkesën e zotit Mziu, për atë nëse do të mundeni. Okej. Atëherë, faleminderit për pjesëmarrjen e deklaroj të mbyllur këtë mbledhje.